Përshëndetje miqtë e mi, jam shumë e lumtur t'ju shoh që jeni rikthyer edhe një herë në kanalin tim. Jam Ingen Aneli, për ju që jeni për herë të parë këtu, sot do të flasim pikërisht për mënyrën më të mirë se si ne mund të manifestojmë. Dhe kjo është pikërisht përmes muzikës. Nëse më keni dëgjuar, është një ndër gjërat që unë e them më shpesh, ktheni një mënyrë të manifestuar një fjali në refrenin e jetës tuaj. Pikërisht siç ka muzika refren, dua që edhe ju të manifestoni përmes një refreni që në këtë rast ju është dhënë gati. Dua të bëj edhe një shfaqsim të vogël, nuk dua të përfitoj as pak nga fama që e cila duhet thënë është vërtet e madhe e pikërisht të dy këngëtarëve të cilët do të flasim sot, si e Noizit ashtu edhe e Alban Skënderaj. Por nëse kemi në këtë rast të bëjmë me një figurë që ka pak ato polemikat e veta, pra është një figurë që ka shumë pozitive dhe shumë negativ. Pra i ka njerëz që janë ose shumë pozitiv drejt këtij, pra e kanë shumë qejf, ose janë krejtësisht negativ. Dhe nuk duan ta durojnë dhe as nuk e dëgjojnë kurrë. Por unë më duhet ju them që nëse nuk e keni dëgjuar asnjëherë Noizin, jepini një shans dhe dëgjojeni pikërisht në këtë këngë sepse është duke dhënë pikërisht mënyrën më të mirë se si ju mund të manifestoni. Pikërisht mund të jetë nga njeriu që ndoshta nuk e keni menduar kurrë që mund t'ju ndihmojë të manifestoni, ndodh që është Noizi ky që ju ndihmon që ju të manifestoni. Dhe pikërisht në këtë këngë është thënë çdo gjë në mënyrë të përkryer. Si? Kjo në fakt nuk është një këngë e re, është këngë e vjetër. Unë ju kam thënë disa herë që ju mund të përzgjidhni këngët tuaja që ju pëlqejnë, që ju të mund të manifestoni gjërat që ju dëshironi, por gjeni çfarë ndodh. Shpesh na ndodh që përmes këngëve ne manifestojmë diçka që ne nuk e duam. Pra, duke qenë se ka shumë shpesh këngë që flasin për ndarje, për tradhti, për mungesën e dashurisë ose mungesën e një diçka të qëndrueshme, ka siç ka edhe këngë të cilat janë shumë të fuqishme në mesazhet e tyre. Pra i bëjnë vajzat që vërtet nga momenti në moment të kalojnë nga një gjendje ku mund të mos ndihen shumë mirë, fjala vjen mbasi janë ndarë nga i dashuri dhe krejt papritur dalin me një personalitet krejtëri, sepse pikërisht muzika e ka këtë efekt, pra të jep vërtet atë ndjesinë e të zgjuarit të shpirtit. Dhe ideja është e tillë të manifestoni pikërisht me këngët e duhura. Kjo është një ndër gjërat më thelbësore që duhet të mbani mend. Ju mund të manifestoni gjëra që nuk i dëshironi përmes këtyre këngëve. Prandaj ju lutem bëhuni sa më përzgjedhës në tekstet të cilat dëgjoni pikërisht nga këtë këngë. Nuk e di se sa i preferuar mund të jetë fjala vjen një këngëtar për ju, por nëse teksti i tyre nuk përfaqëson atë çfarë ju dëshironi të arrini, atëherë më mirë mos e dëgjoni. Në vjen vërtet shumë keq, por është më mirë të mos e dëgjoni. Ideja është e tillë. Sot do të flasim pikërisht, unë nuk e di nëse do të mundem të zgjedh të bëj, ndoshta nuk e di nëse do mundem të gjej në fakt një këngë tjetër në shqip që është kaq pro manifestimi dhe kaq me fjalë të duhura për të manifestuar. Prandaj dua vërtet t'i mëshoj faktin që kjo këngë është vërtet shumë e mirë për të manifestuar. Pikërisht kjo këngë është drejt suksesit. Ku ka më mirë të manifestosh se si është rruga drejt suksesit. Dhe pikërisht kënga nis me asgjë nuk të jepet falas, e kemi thënë me mijëra herë, asgjë nuk do të jepet falas. Do thuash ti, po si mundem të arrij atëherë kur unë vërtet nuk kam asgjë mas shpirtit, si thon fjalës. Ideja është e tillë. Në momentin kur ti nuk ke vërtet asgjë përveç frymës tënde, ti mundesh të japësh mirënjohje. Edhe për faktin që ke frymën. Dhe pastaj filloj që aty, jep mirënjohje, sepse në fundit asgjë s'të jepet falas. Kështu që nise me këtë, jep mirënjohje. Asgjë s'të jepet falas, gjithçka e ka një çmim, madje edhe dashuria dhurohet në shkëmbim. Asgjë s'të jepet falas, gjithçka e ka një çmim dhe rruga drejt suksesit ka vetëm një drejtim. Është pikërisht kjo mënyra se si nis kjo këngë dhe është vërtet, nuk dua të ndalim në analizën e çdo fjale, por secila prej tyre është vërtet e shkruar shumë mirë. Sinqerisht nuk e di kush e ka bërë tekstin e kësaj kënge, por
më pëlqen vërtet shumë mënyra se si e kanë renditur dhe mënyra se si e kanë sjell atë. E nis pikërisht aty ku na prek më shumë tek dashuria dhe pastaj thot edhe suksesi. Kështu që dije se asgjë vërtet nuk të jepet falas, por niset e kjo, niset e pjesa e mirënjohjes. Dhe duke marrë këtë dashuri, duke marrë këtë mirënjohje, duke e marrë të 100 fishuar, ti je sigur që je në rrugën e duhur drejt suksesit. Ideja është e atill që në fakt ka edhe një shprehje që mua më pëlqen shumë. Më falni që po ndërpres ndoshta këtë analizë të kësaj kënge, por është momenti kur ti ke prekur fundin dhe gjithmonë thuhet në momentin që ti ke prekur fundin ka vetëm një rrugë për të shkuar dhe ajo është lart. Si njerëzit e tregojnë me një eksperiment shumë të këndshëm. Është pikërisht për me një top. Merr një top dhe thot shtyje poshtë, por me shumë forcë. Hidhe. Edhe në momentin që ti e hedh poshtë, çfarë mendon se bën topi në këtë moment? Thjesht thot, më hodhën poshtë, më shtyn me forcë, ankohet? Jo, nuk bën këtë. Ka një rrugë drejt suksesit dhe i mbetet e vetmja rrugë. Ajo është lart. Pra në momentin që bie shumë poshtë, bie pikërisht në pikën 0, ti ke vetëm një rrugë dhe ajo është lart. Dhe thot rruga drejt suksesit ka vetëm një drejtim. E kuptoni vetë pra se cili është drejtimi që merr në këtë moment. Ndaj beso në punë, beso në djers, beso në ëndër dhe në shpresë. Janë të gjitha mënyrat se si ne i themi vazhdimisht që ti mund të arrish të manifestosh çdo gjë që ti dëshiron. Nëse ti tregon punë, pra duke treguar disiplinë në manifestimet e tua, duke treguar qëndrueshmëri në manifestimet e tua, jo duke thënë sot unë dua të manifestoj $1 milion dhe nesër unë s'kam lek të ha bukë. Duhet qëndrueshmëri. Dhe pikërisht tek puna, djersa, besoje pra në ëndër dhe në shpresë. Në momentin që ti e krijon vizionin, ëndrrën jepi shpresë, jepi besim gjatë gjithë kohës që ti vërtet do t'ja dalësh, se asgjë s'të jepet falas që kur lind e derisa vdes. Që nga dita e parë e deri në ditën e fundit, nëse ti nuk je mirënjohëse, nuk do të mundesh të marrësh asgjë. Me rëndësi është që ta kesh një plan dhe një qëllim, zgjidhe një rrugë me vetbesim. Nëse gabon diku, dije ka vend për përmirësim. Dhe këtu kaloj në një pikë vërtet shumë të interesante, të cilën e flasim gjatë gjithë kohës për manifestimin dhe thot, me rëndësi është ta kesh një plan dhe ta kesh një qëllim, zgjidhe një rrugë me vetbesim. Nëse gabon diku, dije ka vend për përmirësim. Mos e las njërin të thotë s'mundesh. Është thjesht mashtrim. Vërtet, sa herë kemi thënë këtë gjatë manifestimeve? Me 100 herë, për të mos thënë me 100 mijëra herë, duhet të përcaktosh qëllimin. Kjo është kryesorja, si mundesh ti të arrish diçka, ta manifestosh nëse ti as vetë nuk e di se çfarë do. Cakto qëllimin dhe pastaj ti ecën në këtë rrugë me vetbesim, duke qenë mirënjohëse çdo ditë, madje kemi thënë edhe sa herë kemi thënë, je falendëruese për dëshirën tënde, edhe përpara se ti ta kesh parë atë me sytë e tu. Dhe vërtet janë, nuk e di, është thjesht e renditur kaq mirë kjo, sa më duket vërtet sikur është e gjithë formula e manifestimit pikërisht në një këngë. Dhe thot, kush e dinte se do t'ishim këtu ku jemi sot, kujt ja mori mendja se do t'kishim fansa në përbot. Asgjë nuk është e sigurt, e ardhmja kur nuk dihet, por kur nuk do t'ndalem me punë, gjithçka arrihet. Dhe ky është pikërisht hapi i fundit që ne themi gjatë manifestimit. Nëse kemi thënë që dua këtë, dua atë, e kemi caktuar qëllimin, e kemi bërë edhe rrugën, kemi treguar vendosmëri, dhe pastaj themi kush e dinte se ku do ishim këtu ku jemi sot, kujt ja mori mendja se do të kishim fansa në përbot. Pikërisht është ai momenti kur ti e ke besuar totalisht në ndërgjegjen tënde dhe ti je gati ta pranosh realitetin tënd të ri, prandaj ti thjesht fillon edhe e jeton atë përpara se edhe se të shfaqet përpara teje. Pikërisht është ai momenti kur ne themi jam thellësisht mirënjohëse për pasurinë që kam, jam thellësisht mirënjohëse që arrita të bëj bamirësi, jam thellësisht mirënjohëse që arrita të blej gjërat që unë doja, të bëj dhurata që unë doja. Pikërisht është momenti kur ti fillon e beson totalisht në ndërgjegjen tënde që ti ke arritur këtë lloj jete dhe tani është jeta jote.
shtjeta jote, thjesht ti e pranon këtë gjë dhe thjesht ti fillon i bën pyetje vetes që për momentin ndoshta mund të duken si deluzionale, por në fakt janë manifestim, janë mënyra më e mirë për të manifestuar. Dhe gjithmonë është edhe pjesë e kësaj këngë kur thot nuk ka thot por kur nuk ndalem me punë gjithçka arrihet. Pra ti ke kaluar edhe mund të dukesh për shumë të tjerë deluzionale kur ti nuk pranon shumë gjëra dhe thua jo, unë e di çfarë dua dhe do t'i them jo të gjitha gjërave të tjera që nuk janë pikërisht mënyra se si unë arrit tek plotësimi i dëshirës time, dhe pastaj ti thjesht të gjithë të tjerët mund të thonë po çfarë po bën, se ndoshta po humbet shanse të tjera, por ti e di se ti do t'tregosh qëndrueshmëri për ta parë realitetin tënd, të shfaqet përpara te ashtu siç ti e ke në vizionin tënd, ty të duhet qëndrueshmëri dhe prandaj thot me punë gjithçka arrihet. Thjesht po them mos u dorëzo, s'ka lidhje çfarë punë bën. Atë që bën bëje më së miri derisa të bëhesh numri 1. Nuk është turp me provu, turp është kur ti as nuk provon, nuk ka lidhje se prej ku nis, lidhje ka se ku po shkon. Dhe imagjinoni pak se sa e mrekullueshme është kjo për gjithë njerëzit që nuk e shohin botën e manifestimit si diçka që ka vlerë ose si diçka, ose mund ta shohin si diçka që është thjesht delulu, ose mund të jetë thjesht diçka që thon hajt se ju gocat e Instagramit e bëni këtë për vëmendje, kur në fakt kjo është mënyrë jetese. Është mënyrë jetese sepse ti e di që shumë gjëra mundet vërtet arrihen pikërisht në këtë mënyrë, duke ndjekur vizionin tënd. Dhe thot, thjesht mos u dorëzo, s'ka lidhje çfarë punë bën. Atë që bën bëje më së miri derisa të bëhesh numri 1. Dhe thot, pikërisht, në momentin kur ti ke filluar të manifestosh, mos ndalo. Mos ndalo, duke gjithë kohës njerëz që do të thonë, po çfarë janë këto që thua? Po si pra se ne do flasim vetëm pozitivisht gjithë kohës, bëhet e lodhshme të jesh gjithë kohës pozitive. E keni dëgjuar ndonjëherë edhe këtë? Sepse unë e kam dëgjuar edhe këtë, dhe është vërtet shumë interesante. Dhe thot, atë që bën, bëje më së miri derisa të bëhesh numri 1. Nëse ti kërkon, domethënë që të arrish vizionin tënd, fjala vjen ti je më e mira në punën tënde, ti je vajza më e zgjuar nga gjitha kolegët shoqet e tua, ti je vajza më e sofistikuar, më e kujdesshme, më shkathët, më aft, nuk e di, në çdo lloj gjëje. Bëje më të mirën, mëso gjatë gjithë kohës, vazhdimisht, pa u ndalur asnjë moment, derisa ti vërtet ta kesh arritur këtë gjë, në mënyrë që ti jesh numri 1, ti je e pakrahasueshme. Dhe thot, nuk është turp kur ti provon, turp është kur ti as nuk provon. Sinqerisht, nuk dua të dukem si kur po kaloj në delir, por thjesht dua vërtet të marr për shembull veten time në këtë rast. Ju i keni parë videot e mia se si kanë qenë përpara një viti dhe nuk kanë qenë fare, nëse mund të them, të mira, sepse ishin ndoshta pa pajisje të duhura, ndoshta isha edhe unë shumë herë më e re, më e vogël, edhe ndoshta as vetë nuk kisha shumë të qartë vizionin se çfarë doja vërtet të bëja me jetën time, ama njësa të provoja të bëja diçka dhe vërtet nëse nuk do të kisha njësur, nëse nuk do të kisha provuar, nëse nuk do kisha punuar për të qenë sot këtu ku jam sot, nuk e di, do kisha qenë ndjer gjithmonë sikur ka diçka që më mungon dhe të jetosh jetën tënde duke ditur që ka diçka që të mungon gjatë gjithë kohës është vërtet një ndër mënyrat më të vështira të jetesës dhe sinqerisht nuk do ta doja për veten time. Kështu që jam shumë e lumtur që e kam gjetur këtë, kam provuar, nuk e kam ditur që në fillim se çfarë dua të bëj, por jam e sigurt që jam çdo ditë më shumë duke plotësuar atë pjesë të vizionit tim. Dhe nuk ka lidhje thotë se ku nis, lidhje ka se ku po shkon. Nuk ka rëndësi nëse unë nisa me një mikrofon që duhet ta lidhja me 700 pajisje derisa të vinte zëri tek videoja, apo e nisa thjesht duke filmuar nga dhoma ime e gjumit, sepse as hapësira nuk është se kisha shumë. Sot mundem vërtet të them që gjërat kanë ndryshuar
dhe nuk ka rëndësi se ku ke nisur, rëndësi ka që ti e ke hedhur hapin e parë dhe rëndësi ka që gjërat gjithmonë ndryshojnë, prandaj rëndësi ka që ti të mbash shumë të qartë dhe nëse nuk e ke të qartë, ta qartësosh çdo ditë vizionin, ta dish se ku po shkon. Kjo është vërtet shumë e rëndësishme. Mbas shiu do dali dielli dhe mbas rreve po fshihet qielli. Është gjithmonë ideja e shpresës në këtë këngë, është gjithmonë ideja e pozitivitetit dhe shpresës që të përcjell vet energjia jote që nga momenti kur ti fillon ta kuptosh dhe ta ti japësh atë njohjen, pra ti thjesht ta dish që kjo lloj energjie pozitive është ajo që të shtyn ty përpara, pra të kesh shpresën dhe sepse pa shpresë ju e dini, nuk do të jetonim asnjë ditë. Imagjino, ju flini çdo ditë se ka shumë njerëz që thonë unë jam totalisht i pa shpresë, por kur vjen puna prap vendosin alarmin dhe ditën tjetër thonë do zgjohem prap në orën 7. Kjo është shpresa. Kështu që kur nuk do dorëzohem, shpresa ime vdes e fundit, asgjë s'të jepet falas, është sërish një refren që dua vërtet ta qoftë një nga këto pjesë, ose qoftë diçka, çfarëdo qoftë ajo, dua vërtet ta ktheni refrenin e jetës tuaj. Bëni manifestimin refrenin e jetës tuaj. Bëni refren të jetës tuaj pikërisht dëshirën tuaj më të madhe. Atë, krijojeni një rim brenda kokës tuaj dhe këndojeni gjatë gjithë kohës, zërin sikur është kënga më e famshme në gjithë botën dhe këndojeni gjatë gjithë kohës. Madje dhe dashuria dhurohet në shkëmbim, asgjë s'të jepet falas, gjithçka e ka një çmim dhe rruga drejt suksesit ka vetëm një drejtim. Ndaj beso në punë, beso në djerës, beso në ëndër dhe në shpresë, asgjë s'të jepet falas që kur lind e derisa vdes. Dhe një pjesë është shumë e bukur, tani kemi të bëjmë me Alban Skënderajin dhe thot shpresoj që ti je nga ata që nuk rrit të presësh nga të tjerë, duke qarë gjithë jetën e duke vjellur vetëm vrerë. Shpresoj që reagon pikërisht në vështirësi, matash me hapat e tu, zbie pre në xhelozi. Tani le ta analizojmë pak sepse vërtet janë fjalë me shumë vlerë. Janë pikërisht ajo që ju them gjatë gjithë kohës, nëse je i dëshpëruar, nuk ke për të marrë asgjë. Po, është kaq e padrejt sa mund ta dëgjosh, aq edhe ndihet e padrejt. Je i dëshpëruar, nuk do marrësh asgjë të mirë. Sepse këtë energji jep universi dhe universi thotë, "Oh, po ti po më jep dëshpërim, si pret që unë të t'jap gjëra të mira aty?" Kështu që jepi energji pozitive që ti të jap të marrësh më të mirë. Dhe pastaj thot, sepse shpresoj që ti nuk je nga ata që rrit presësh nga të tjerë. Duke qarë gjithë jetën e duke vjellur vetëm vrerë. Kush e gjen veten në këto e di, do thoni juve egoja do dalë në sipërfaqe dhe do thotë, "Jo, po unë jam kështu", po sigurisht që je. Mendoj për një moment, edhe unë jam kështu në fakt. Edhe unë jam ajo që qahem dhe ankohem për kolegët e punës. Dhe pastaj kthehem prapë në punë dhe pastaj prapë ju flas. Dhe pastaj nuk bëj asgjë për ta ndryshuar situatën time. Jam unë e para që jam kështu. Edhe pse flas gjithkohës për manifestimin. Edhe flas gjithë kohës për energjinë pozitive. Prandaj uleni pak egon tuaj dhe shihni vërtet thellë brenda jush për çdo bisedë që ju keni bërë me kolegët tuaj, me shoqet, me njerëzit tuaj të afërt. A jeni qartë dhe ankuar derisa i keni mbushur edhe të tjerët me një lloj marazi dhe kur vjen puna, as ata nuk dinë më çfarë të thonë sepse askush nuk e ka në dorë ta ndryshojë situatën përveç teje. Prandaj them, keni kujdes kur ankoheni. Shpresoj që ti reagon pikërisht në vështirësi, matesh me hapat e tu, zbie pre në xhelozi. Kjo është vërtet shumë e rëndësishme, që ti të reagosh pikërisht në momentin kur atëherë ke më shumë vështirësi. Duhet ky lloj reagimi, sepse është vetëm mënyrë se si ti të rritesh. Vetëm duke ditur që në momentin që ti përballesh me një vështirësi, nuk duhet të shkosh dhe të bësh të njëjta gjëra që ke bërë gjithmonë, që e di shumë mirë që do të japin të njëjtën rezultat, sepse nëse një formulë që ti e di që është e gabuar, do të jap gjithmonë të njëjtin rezultat, nëse ti nuk ndryshon formulën, nuk ka për të ndryshuar rezultatin në fund. Dhe ideja është e tillë që duhet patjetër të reagosh në vështirësi.
në momentin kur ti je ashtu siç bën topi, siç ju tash, në momentin që e hedh poshtë e zhysin, i japin atë forcën për ta shtytur poshtë, çfarë bën topi? Bie aty në fund në tokë dhe thot, "O, po mua më hodhen." Dhe nuk kam çfarë bëj më tani dhe jeta ime është kot. Pikërisht jo, pikërisht atëherë kur ti je më shumë në vështirësi, atëherë duhet të reagosh. Ashtu siç e tham që ka vetëm një rrugë për të ka mbetur vetëm një rrugë pikërisht kur je në këtë pikë që je pikërisht në vështirësi, të ka mbetur vetëm një rrugë dhe ajo është lart. Dhe ti duhet mendosh pikërisht në vështirësi, të fillosh të reagosh. Dhe jo të vjellësh vrerë tek të tjerët, të ankohesh, të qahesh dhe pastaj të thuash që të tjerët e kanë fajin, të tjerët nuk po më japin dorën për të dalë nga situata, të tjerët nuk më kanë ndihmuar, të tjerët kjo nuk është mënyra se si bëhet. Kjo nuk është mënyra se si bëhet, sepse unë realisht kisha përpara disa ditësh një diskutim me disa njerëz dhe më thanë ti e dështim sepse ti nuk e dal si gazetare në televizion, ndërkohë që unë kam provuar terrenin, nuk ishte gjëja ime dhe thjesht vendosa të bëja diçka tjetër. Sepse ja ku jam çdo ditë duke folur me ju dhe flas për atë që dua dhe flas për atë që unë jam interesuar, si për të mësuar për vete ashtu edhe për ta ndarë edhe me ju dhe për të mësuar edhe ju. Dhe kishte edhe të tjerë që po ju thoshin të njëjtin gjë, ju thanë ti je dështim sepse edhe ti s'ke dal si gazetar në televizion. Dhe kur erdhi puna thjesht mbetën aty dhe thanë, jo po jot, sepse ti nuk më ke ndihmuar, po më fal, nëse një njeri të jep mundësinë që të mbaj ndoshta edhe pak me mos përfitimin e vet, të arritë të mbaj në zyrë, në redaksi, nuk e di, në kudo, në një punë si lado qoftë ajo. Nëse dikush ja del duke mos përfituar edhe për vete, por të mbajtur në një vend ku ti mundesh të mësosh edhe të ecësh, ti duhet i hedhësh hapat e tjerë vet, nuk mundesh thjesht të hedhësh fajin të tjerëve që nuk të morën dhe nuk të bën ty drejtoresh. Çdo qofsh. Dhe është e tillë që ti duhet vërtet të fillosh të reagosh në vështirësi. Por gjithsesi, rëndësi ka që ju gjithmonë duhet të mos bini pre në xhelozi. Xhelozia është e mirë vetëm në momentin kur ju do ta përdorni ashtu siç ju thash në një nga videot e shkurtra, që ju e përdorni xhelozin si busull për t'ju treguar se vërtet është dëshira jote e madhe ajo që po të shtyn që ti të kesh këtë lloj xhelozie. Nëse ti e përdor dhe e kthen xhelozin tënde dhe thua kjo është dëshirë e imja shumë e madhe, atëherë ke fituar. Përndryshe xhelozia duke u përpjekur të ulësh të tjerët për të dukur vetë më mirë, kjo nuk ka për të ecur asgjë kundi, sepse nuk ecën. Është provuar tashmë që nuk ecën. Dhe thot, matesh me hapat e tu. Matesh me hapat e tu, ashtu siç ju thash edhe në fillim. Kam nisur këtë gjë në mënyrën time. Pa e ditur si ishte vizioni im, pa e ditur të qartë, pa e parë të gjitha të tablon e mrekullueshme që unë shoh tani me sytë e mendjes time për veten time. E kam nisur thjesht sepse shihja 2-3 hapa përpara meje. Tani mund të shoh gjithë rrugën dhe vërtet ti duhet të matesh vetëm me hapat e tu. Ku ishe dje? Dhe ku je sot? Çfarë bëre dje dhe çfarë po bën sot? Kjo është e vetmja gjë dhe çfarë ke ndërmend të bësh nesër? Kjo është e vetmja gjë se si ti mundesh të matesh. Dhe pastaj thot, thuaje çdo ditë. Unë e bëj fatin tim dhe thuaje çdo natë, doja dal se kam besim. Nëse ka një pjesë ku vërtet doja që ju ta kthenit këtë në mantrën tuaj, pra në refrenin e jetës tuaj, dhe doja vërtet që ju të merrni një këngë dhe ta ktheni këtë në mënyrën tuaj të jetesës, niseni nga kjo. Niseni nga kjo, dilni çdo ditë. Shikom, njerëzit thonë zakonisht I'm dumb, thonë budallasha unë, ose thonë gjëra të tilla që i ulin vlerat vetes. Por gjë çfarë bëjnë njerëzit e suksesshëm. Njerëzit e suksesshëm thonë, dalin përpara pasqyrës çdo ditë dhe thonë unë e bëj fatin tim. Doja dal se kam besim. Ja thonë këtë gjatë kohës vetes tyre. Ja thonë këtë gjatë kohës. Nuk ka rëndësi nëse vërtet e besojnë ditën e parë.
T'jeni të sigurt që ditën e tretë ose të pesën do ta besojnë. Sepse ti beson më shumë në vepra se në fjalë, sepse ti e di që asnjëri s'mundet të të ndalë. Dhe unë e di që ju jeni njerëz që besoni vërtet më shumë në vepra se sa në fjalë. Dhe unë e di që në momentin që ju e shihni me sytë tuaj, vizionin tuaj, me sytë e mendjes, dhe pastaj edhe me sytë tuaj në realitetin tuaj, jam 100% e bindur që askush nuk mundet t'ju ndalë. Vërtet ju mundet të arrini çdo gjë të mrekullueshme në momentin që ju thjesht e vendosni që do ta arrini. Dhe më pas thot, asgjë s'të jepet falas, gjithçka e ka një çmim, se rruga drejt suksesit ka vetëm një drejtim, asgjë s'të jepet falas, gjithçka e ka një çmim, madje edhe dashuria dhurohet në shkëmbim, asgjë s'të jepet falas, gjithçka e ka një çmim, dhe rruga drejt suksesit ka vetëm një drejtim. Ndaj beso në punë, ndaj beso në djers, beso në ëndër dhe në shpresë, se asgjë s'të jepet falas, që kur lind e derisa vdes. Dhe i rikthehemi sërish, pikërisht në fillimin e manifestimit. I mirënjohësa. Asgjë s'të jepet falas. Prandaj jep ti e para. Jep ti e para. Jep mirënjohje. Dhe kujt ja kishte marrë mendja që ju mundet të mësonit manifestimin nga një këngë. Okej, Alban Skënderaj, hajtë se Alban Skënderaj kështu i bën këngët si shumë të ëmbla dhe shumë të buta, por ju ndoshta nuk e kishit menduar kur që ju mund të arrini gjëra duke manifestuar me këngën e Noizit. Pikërisht, është ky momenti kur ju duhet jeni shumë mirënjohëse Noizit. Pikërisht për këtë këngë. Ndoshta do kishte qenë dikush tjetër, mund të kishte qenë Alban Skënderaj me një tjetër, mund të kishte qenë Noizi me një tjetër, mund të kishin qenë dy këngëtarë të tjerë, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që këta të dy bashkuan forcat dhe doli kjo mrekulli. Kështu që sot jeni mirënjohëse për ta. Unë jam e sigurt në fakt që pavarësisht se ndoshta nuk duan ta quajnë manifestim ose nuk duan ta quajnë mantrën e tyre ose nuk e di. Pavarësisht se ndoshta nuk duan të japin shumë credits, nëse mund ta quaj shumë vlerë faktit se sa i fuqishëm është manifestimi, jam e sigurt që shumë njerëz sot kanë arritur të kenë në jetën e tyre gjëra nga më të ndryshmet, pikërisht nga këngët të cilat i kanë dëgjuar, qoftë edhe nga këngët e Noizit. Ka shumë djemë të rinj që në një mënyrë ose në një tjetër kanë arritur që ta kenë pikërisht atë lloj jete që Noizi flet për to në këngët e tij, ose të tjerë që mund të kenë dëgjuar më shumë Alban Skënderaj, mund të kenë arritur të kenë partnerën e tyre të jetës dhe një jetë shumë të qetë dhe të këndshme dhe plot me dashuri. Ose disa që mund të kenë dëgjuar këngë vuajtjesh, mundet vërtet të kenë pësuar humbje të jashtëzakonshme në jetën e tyre, sepse vetëm nga fakti që këtë kanë manifestuar, mund t'ju duket kjo si çmenduri, ose ka disa që thjesht dëgjojnë këngë që janë ritmike, në rregull. Çfarë të sjell kjo? Që ti ndihesh automatikisht me shumë energji pozitive. Kaq. Këtë efekt ka muzika tek ti. Këtë ndoshta mund të ketë pasur si qëllim personi që e ka publikuar, prodhuar këtë këngë, që ti të ndihesh mirë, që ti të shpërndash energji pozitive. A ju ndodh shpesh edhe ju sapo dëgjoni një këngë ndjeni automatikisht më pozitiv? Nëse po, ose nëse jo, më komentoni. Dhe duhet ta pranoj, do ishte vërtet shumë interesante nëse edhe ju do më tregonit poshtë në komente nëse keni një këngë tuajën që ndoshta ju pëlqen, ose që ndoshta e ndjeni që ju motivon, ose që ndoshta e ndjeni sikur ka diçka në të cilën ju mund të përfitoni si mantrën e jetës suaj dhe ta kthejni këtë gjë për të manifestuar gjërat mrekullueshme. Nuk e di nëse ka ndonjë këngë tjetër, por kjo ishte vërtet shumë e goditur dhe mua më pëlqeu shumë. Ishin të gjitha hapat e manifestimit, ishin të gjitha mënyra baza e manifestimit dhe është e renditur kaq bukur, dhe është vërtet shumë këngë e këndshme. Kështu që ju sugjeroj ta dëgjoni. Unë nuk mund ta vendos muzikë sepse nuk dua të shkel të drejtat e autorit dhe sigurisht nuk dua të përfitoj pikërisht nga
dy artistë vërtet mrekullueshëm, të cilëve ju uroj shumë suksese në punën e tyre. Vërtet po bëjnë një punë të mrekullueshme. Ne do të shihemi deri në videon tjetër, megjithatë linkun e videos unë do ta lë poshtë që ta keni sa më kollaj për ta gjetur. Mirupafshim deri atëherë.